As ty, as mu, as kon tjetër, nuk e ka kriju Zoti për me vujt. Ty, edhe mu, edhe se cilin tjetër, ka kriju Zoti me u knaq. Po ti mundesh me u knaq vetëm atëherë kur je në paqe me shpirtin tënd. Kur nuk lakmon, kur ja u dëshiron edhe të tjerëve të mirën, kur i ndihmon të tjerët pa pritshmëri, kur e lshon zemrën, kur nuk bllokohesh. Njerëzit me xhelozi, me inat që kanë për të tjerët, janë mbyllin vetes të mirat e jetës, sepse Zoti secilin është problem. Zoti t'i jap të gjitha, por pastaj mënyra se si ti përgjigjesh Zotit e ka shumë një efekt të madh. Tani këto ditë që isha këtu, a e dini sa shumë kam reflektuar me veten. Sa shumë kam reflektuar në përgjithësi për njerëzit dhe për jetën. Edhe e mendova, sinqerisht Zoti secili t'i jap. Por kur ai ty të jap, edhe ti nuk je në gjendje asnjëherë me qenë falënderues. Por çdo herë ankohesh, çdo herë ke mungesë në zemrën tënde. Edhe i xhelozon të tjerët, ai nuk të jep mo. Edhe ato që e ke ta merr. Kështu që mësohu me hap zemrën tënde. Mësohu me au dasht të tjerëve të mirën. Hiqe inatin edhe xhelozin. Nëse dikush është ka e gëzon jetën më shumë se ti, sinqerisht po them, vetëm këtu është dallimi. Sepse ai njeri tani që po gëzon atë që e ka, është më falënderues se ti. Është në energji më të lartë se ti. Kur je në inat, kur xhelozon, e bllokon bollëkun, e bllokon e ul energjinë tënde. Kurse ne njerëzit krijojmë vetëm energji të lartë. Pra kur ja u duam të tjerëve të mirën, kur jemi në gjendje me i beku të tjerët dhe me ju dëshiru të tjerëve të mira, automatikisht ti je në energji të lartë, në frekuenca të larta. Po këtu që ndron problemi më i madh, sepse njerëzit janë me besu vetëm në të dukshmen. Pra nuk besojmë në energji dhe në frekuenca. Dhe përderisa nuk besojmë në energji dhe në frekuenca, ne do të qëndrojmë në ato frekuenca të xhelozis, të inatit, të mlefit, të nervozës, të hidhërimit, të mungesës, pra të lakmis dhe gjitha këtu. E nëse të intereson si të mësosh që të shkëputesh nga këto frekuencat e ulta, dhe nëse të intereson të mësosh si të mos jesh lakmitar, si të mos e krahazosh jetën tënde me të tjerët, dhe nëse dëshiron të mësosh si me arrit jetën e ëndrave të tua, si me qenë në çdo fushë të jetës tënde i përmbushur, atëherë investo në veten. Është mënyra më e bukur dhe investimi më i mençur që njeriu mund t'ia bëjë vetes. Edhe unë çdo të mësoj. Edhe unë marr pjesë dhe rritem vazhdimisht sepse jeta është një art i tërë. Dhe nëse ne ngecemi në këto fusha, në një fushë të vetëm, atëre ngec e gjithë jeta. Kështu që ne kemi ardhur në këtë botë të mësojmë. Ne jemi vetëm student, nxënës në këtë botë. Atëre dhe masi që nuk jemi me vite të tëra dhe të pavdekshëm në këtë botë, mos ja humb vetes këto ditë të caktuara sa i ke jetë, por rritu, zhvillohu, jepja vetes mundësinë që edhe ti ta gëzosh jetën si çdo njeri tjetër. Dhe si
vetëm duke mësuar të besosh në të padukshmen, në energji dhe në frekuenca. Dhe të garantoj dhe të premtoj në çka të duash. Në momentin që ti e ndryshon energjin dhe e kupton vlerën e frekuencës, edhe jeta jote ka më ndryshu, si për mu, si për ato tjere që i kanë arrit sukseset e tyre. Të mbetet ty në dorë. Nëse të intereson, nëse energjia ime përshtatet me ty, nëse unë rezonoj me ty, atër ti e ke mundësin me ardhë, me u regjistru në kursin tim. Për ndryshe, nëse unë nuk rezonoj me ty, ka edhe të tjerë, por vetëm që të lutem, mos rri duke pritur, sepse nuk kemi kohë të gjatë për të pritë. Merë veprime që nga ky moment e tani për të ndryshuar edhe ato vite jetës së ke. Faleminderit shumë që morë kohë në dëgjuar këtë video.